3 shenjat e horoskopit që do i puth fati në sezonin e Gafores. Pavarësisht fillimit të trazuar për shkak të përplasjes mes Jupiterit dhe Saturnit, sezoni i Gafores 20 qershor 21 korrik 2025 sjell mundësi të mëdha për fillime të reja, sidomos për 3 shenja: Gaforia, Peshorja dhe Briciapi. Jupiteri në Gafore rrit ndjeshëm optimizmin dhe energjinë pozitive, ndërsa hëna e re më 25 qershor forcon ndikimin emocional dhe hap shtigje të reja. Nga ana tjetër, priten edhe sfida. Me Saturnin dhe Mërkurin që hynë në retrograd gjatë korrikut, pritet një periudhë introspektive dhe vendimesh të menduara mirë. Gaforia. Klose volumov. Për Gaforet, ky është sezoni i vetbesimit dhe fillimeve. Me Jupiterin dhe hënën e re në shenjën e tyre, do kenë shanse për ide të reja, lidhje të reja dhe plane të guximshme. Kujdes me financat, megjithatë shfaqet potenciali i lartë për rritje profesionale dhe emocionale. Peshorja. Peshorët ndihen më të vlerësuara se kurrë për punën e tyre, por ndërkohë që përjetojnë sukses, duhet të tregojnë kujdes në marrëdhënie. Afërdita dhe Urani në Binjak hapin dyer për mësime të reja dhe udhëtime shpirtërore. Për Briciapët, kjo periudhë ndriçon sektorin e bashkëpunimeve. Jupiteri dhe Dielli ndihmojnë në shërim të brendshëm dhe partneritete të reja. Hëna e plot më 10 korrik në shenjën e tyre sjell reflektime mbi lidhjet dhe vetëvlerësimin. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.